Udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë kanë shprehur gatishmëri për të ndërtuar së bashku një avion të ri luftarak, pavarësisht rivaliteteve të brendshme të ashpra, sipas drejtorit ekzekutiv të prodhuesit të motorëve Safran. Një mosmarrëveshje se kush duhet të udhëheqë projektin mes kompanisë franceze të hapësirës ajrore Dassault dhe njësisë gjermane të Airbus ka kërcënuar të prish përpjekjet e vendeve për të ndërtuar një avion luftarak të gjeneratës së ardhshme. Safran i Francës, një nga prodhuesit më të mëdhenj të motorëve në botë, do të bashkëprodhojë turbina për avionin. Drejtori ekzekutiv i saj, Olivier Andrieu, u tha gazetarëve në Londër të martën se marrëdhëniet janë shumë të tendosura mes partnerëve kryesor në sistemin e ardhshëm luftarak të ajrit, i njohur si SCAF në Francë. Megjithatë, ai shtoi se zyrat e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz do në një zgjidhje. Padyshim që marrëdhënia mes Airbus dhe Dassault është jashtëzakonisht e vështirë, tha Andrieu. SCAF do të ishte një avion luftarak i gjeneratës së 6, duke kombinuar aftësitë e padukshmërisë me elektronik dhe armatim të përparuar, si dhe potencialisht duke fluturuar bashkë me dron. Do të prodhojë në të njëjtën kohë me programin rival Global Combat Air ose Tempest, i cili është një projekt i përbashkët i BAE Systems të Britanisë, Leonardo të Italisë dhe Mitsubishi Heavy Industries të Japonisë, si dhe me avioni luftarak F-47 të SBA-s, që do të ndërtohet nga Boeing.